Kjo një moment rom pas luftës me babojnë tënë tashmë të ndjerë që e kujton shpesh. Baba nashta nuk e ka thonë me shpirt atë fjalë, po mu mbrojti shumë. Për një moment, në mas luftës imi kom pak ma agresiv nashta se me mas luftës më njëherë, do më thonë. Edhe për një moment baba më thotë tha, ju tha keni lujt këtë. Edhe merë shumë ranë së të. Thash, po bërbob nashta kena lujt, po një fësil lirin juve kena lujt. Edhe një fësil lirin këti poplit kena lujt. Po shopëndu, që ma tha, po mu dëkë shumë ranë. Unë jam konirisa drejt 18-19 vjetë. Nashta dhe kena lujt, nashta dhe kena pas kena të mërshme në luft. Edhe këtë uniform, këtë beret, dhe të janë djallit amanet, që të arun, bres pas brezit, të arun, kjo është emblema shtetit. Mas 3.000 vjetë që kjo uniform u bon sebeb, ja ka thonë një arsye natës me ndërhy e botës, edhe me formu një shtetë. Këto nuk do të me harruna, asë një nuk ba me përzime politik, do të me mbrojt, me çdo kusht, do të me rujt, si shpirtin me rujt, e me dasht, uniform në shikës edhe shikën, pa përzime me politikë. Keni posë rast me po dhe masakrën e Reçakit? Po, masakrën e Reçakit. Rajmë të kujtuat që si e ke përjetu? Unë kujtuat që tha. Jam konë pikën 3 në rruje. Një ushtar tjetër konë pikën 2, edhe i njëtëm krizmat, luftën që filloj aty në Reçak. Edhe veçëm i kishar lajmë edhe kam në ngurit edhe në thiri tugën i parë, urgjent, alarm u bo, dhe më thonë, urgjent tugu i parë, tugu i dytë, me vazhdu për Reçak. Edhe u pregatit më shak shumë me marrë municione, armatime, gjitha që e kishëm edhe vazhdu. Për me makina që e kishëm, disa niva, disa tjera, edhe pak pa hin Petrov, aty ishin konë civilia, që kjo është kurse harrej atë moment. Civilia popullit që ishin ikë